Gjatë ditës së hënë, pedonali e Bulqizës është mbushur me banorë të cilët kanë ndjekur nga afër aktivitetin e ditës ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore. Një ditë e cila kujton identitetin e përbashkët, rrënjët historike që populli i Bulqizës ka trashëguar ndër breza. Tashmë Bulqiza me thesaret e saj natyrore, monumentet, sitet arkeologjike, si dhe traditat e gjalla popullore, tashmë janë në një dëshmi e gjallë trashëgimie e pasur e larmishme, ku monumentet e kulturës janë vende dhe rrëfime që përcjellen nga një brez në tjetrin, të cilët nuk janë vetëm kujtime, por ura që rritin të shkuarën dhe frymëzim për të ndërtuar të ardhmen. Aktiviteti u shoqërua me gatime tradicionale si dhe punimet e veshjeve popullore, të cilat u ekspozuan në qendër të qytetit të përgatitura me shumë mund, plot stil e bukuri. E pranishme në këtë aktivitet ishte edhe kryetaria e Bashkisë Bulqizë, Festime Mjeshtri, e cila u shpreh se sot Bulqiza është e bekuar nga trashëgimia kulturore dhe ne si bashki duhet ta ruajmë këtë traditë. Përshëndetje të gjithëve. Sot, në ditën e trashëgimisë kulturore, dua t'ju them se sa të bekuar jemi. Të bekuar me zakone dhe tradita. Të bekuar me kulla që janë në bashkinë tonë me vjetra. Të bekuar me veshje të ndryshme, aq të bukura në të gjitha zonat e Bashkisë Bulqizë. Ne si bashki dua ta ruajmë traditën, ta trashëgojmë atë brez pas brezi. Dhe sot, me këtë panajir të mrekullueshëm që keni paraqitur para sheshit ton me gatimet tradicionale, ju uroj që ta trashëgojmë këtë trashëgimi brez pas brezi. Faleminderit. Më pas aktiviteti vjoj me këngë valle të përgatitura nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Bulqizë.